Ke raste fantastike, me rastin e LSI-s. LSI-a u shndrua që në fillim që u krijua u shndrua në një parti biznesi. Edhe shtetin e bëri biznes. Ja ku përfundoj. Unë them që i them me kompetencë kam qenë administrat. Po e di, por ne po flas me ju sonte. Po problemi është që unë them këtë rrugë është PD-ja, si LSI-a. Mas kësaj parashikoni. Jo, PD-ja ka një faktor tjetër, besnikëri ndaj shefit madh. Shefi i madh i përdor pastaj gjërat. PD-ja është fenomen tjetër. Parashikon që mas këtyre zgjedhjeve do të ketë një rrjedhje tjetër ose një përçarje tjetër në PD, se do të jenë të pakënaqurit. Për shembull, më fal që ju preva, por Berisha bëri primare dhe nuk respektoi parimin e primareve. Domthon kjo është një unë biles kam thënë që ato që përfituan primare dhe Berisha nuk i futi në listat e hapura, atëherë ato duhet largoheshin, sepse kur të pi lëngun, të shtrydh. Ajo ishte krisja e parë, ose dështimi i parë i modelit të ri ose i Partisë Demokratike të rikrijuar me kthimin e Berishës kryetar. Pra, momentin që sepse në atë moment shumë ikën, shumë filluan të largojnë, shumë filluan ta kuptojnë sepse ky njeri ka vetin që na bën të harrojmë. E kupton ky doli në Shqipëri në 97-ën dhe pastaj e sollëm si hero në 2001-shin. Edhe unë vetë që po flas shumë kam menduar që ka ardhur dita të vijë. E kupton në 2001-shin, po në 2005, fal. Në fakt, atëherë se e kemi diskutuar, New York Times ka pas një artikull të David Binder që thot po t'i ndodhte kund bot që një parti e tillë do t'i ndodhte kjo që ndodhi në festata. Jo, nuk do të ekzistonte mos si parti. Normal. Domethënë dhe ai u kthye prap pushtet dhe pretendon prap vim pushtet. A kupton? Tani po thosha këtë që po ky njeri ka dhuntin, ka aftësinë që na bëj të harrojmë. Dhe çfarë bëri? Mori krijoi foli mbi parimet demokratike që do ta krijonte PD-n dhe pas pak muajsh i shkeli me këmbë. Shumë njerëz mund të përmendë emra plot se pan se ç'po ndodhte. E pan se ç'po ndodhte. E kuptuan që njerëz të tij, njerëz besnik të tij, njerëz që e donin atë, njerëz që po ti thoshe një llaf ti për Berishën, të nxirrnin syt. Fillon të kuptojnë që kjo që pas ka qenë ashtu si kanë menduar dhe kjo ishte një lojë, pas ka qenë gjithmonë një lojë e madhe, pas ka qenë gjithmonë një gënjeshtër e madhe. Kjo tregon edhe njerëzit që janë këtë parti dhe në partitë e tjera, që në parti nuk ka debat, nuk ka kolegialitet, megjithëse do të ketë një kryetar. Po nëse atëherë çfarë ndryshimi kanë këto nga partia punës? Asi ndryshim, atë model mori. Po, çfarë ndryshimi kanë? Shiko, atë model mori Partia Demokratike. Domethënë, Partia Demokratike, shiko, çfarë thamë ne? Ne thamë gjithë duam Shqipërinë si gjithë Evropa. Kjo ishte shumë e thjeshtë. Evropa aty ishte modelit aty ishin. Po kjo fillonte me partinë. Kjo Partia Demokratike duhet ishte një parti, jo vazhdimi i partisë së punës. Metodat që ky futi, metodat që i futin, fillim eliminimi kundërshtarëve, shumë gjëra të tjera. Ore futi luftën, vazhdoi luftën e klasave, ne dhe ata, ku kishte më ne dhe ata më. Ku kishte ne dhe shumë gjëra të tjera se këto janë muhabete shumë gjata, mund ta mbajnë me orë tëra. Metodat që ky futi e bëri që thjesht të vazhdojë njëjtë dhe pse e bëri do thosh ti? E bëri thjesht për të siguruar vimësinë e tij në politikë siç e kemi parë në Eduard. Kështu që pyetja ishte kjo që a mendoni që do çaret. Unë uroj që po jo, aty do mbetet gjithmonë një grup. Do mbetet do mbaj vulën dhe edhe stemën, do thotë unë jam Partia Demokratike. Nuk diskutohet. Po nuk do të ketë fuqi. Se di, varet se si po normali është ajo që s'duhet të ketë. Shiko, ajo që ndodhi që e shoh si aspekt negativ në këtë zgjedhje, ishte që këto partitë e reja të vogla, pavarësisht kritikave që mund të kemi, jo Iliri, jo Edia, ku diun, se gjithmonë ka gjëra të tilla, unë shpresoj të merrnin çik më shumë, për ta gërryenin më shumë PD-n. Se ata më shumë PD-n kanë gërryer, ndoshta kanë marrë pak edhe nga PS-ja. Pse? Sepse dua të filloj të krijohet spektri, ose një spektër politik më i larmishëm dhe më i qenësishëm se sa ky që kemi, se ne s'kemi spektër politik, kemi dy pole, ky nuk është spektër. Spektër do të thotë shumë gjëra nes. Pra të krijohet një spektër politik, pra fillojnë të dalin personalitetet e reja politike. Kjo fatkeqësisht nuk ndodhi. Me ato numra që shoh është shumë pak. Pse? Se edhe Partia Socialiste ka nevojë për, nëse edhe vetë ata duhet ta ndjejnë nevojën e opozitës.